Faleminderit zoti kryetar, kryeminist antar qeverisë se po ta ndërmend fjalë, po këtë fjalën zoti Haradinaj që tha dallavere, po ta dëshiroj me tregu që asnjë dallavere askush prej neve nuk e ka bërë dhe s'mundet me bërë dhe me dashur. Po në anën tjetër aktor të proceseve keni qenë gjithë, dikush më shumë, dikush më pak. Dhe e fundit ajo që votuan kuvend herën e kaluar do të votohet prapë. Nuk ka asnjë individ në këtë vend me cilën të fuqi që mund ta ketë, që mund të mi bëjë vetë kurrë. Dhe po ashtu e dini që liderët e partive politike një pajtu herën e kalume. Mos u pajtoni prapë kuvend është. S'ka një individ që më i bën asnjë ndryshim. Kushdo që mund të jetaj. Si ministri i drejtësisë kam kryer punën do ta kryej gjithmonë, po asnjëherë as me dëm të kushtetutën, as vendin, as individet. Dhe besoj që fjala më thon keni bë dallavere, s'keni bë dallavere nuk ka mirë. Askujt më thon se s'është e vërtetë. Faleminderit. Urdhroni zoti Haradinaj në qëse dhe qërani. Dikush zyrtarisht në emër të Kosovës ka qenë ngarkuar me negociu këto që sot qeveria ja ka propozuar kuvendit e që burime kanë një marrëveshje letërkëmbim. Qaj negociim, i dashur kolegë, nuk o bo për i kryetarëve të partive. Të paktën, unë jam një fejtyne kur që jam ullë me negociu diçka ka me përfundu, me u përmbyll. Dikush e ka bo. Për mu është një tip dallaveri se prej derës vogël o ka djenë dera madhe. Edhe kjo është mendimi im. Urdhroni zotri Kuqi. E para, zoti Haradinaj, unë s'kam negociu vetë kur. Besoj që këtë e din gjithë. E dyta, besoj po ashtu e din gjithë që ka qenë një grup teknik, po e quajmë. Unë kam udhëheq atë grup, kanë qenë disa emra tjerë, një 7-8. E treta, po ashtu besoj që dini edhe ju që para çdo votimi, para çdo hartimi të letrës, ju kanë thirrë, keni pi kafe gjithë liderët e partive politike, dhe pastaj keni ardhur në kuvend dhe keni binë deputet tuaj, një nga një, dikush më shumë, dikush më pak, dhe keni votuar në kuvend. Edhe njerë, zotri Haradinaj, po i shumë fut në rrjedhë normale, diskutime pastaj urdhra dhe njerë. Une më duhet me e shpjegue edhe njerë, deri në votimin e letërkëmbimit, ka ekzistu konsulta, po me kërkesën time, pra vetë kom kërku mu kysh në temë, se kom dëgju prej dishave që diçka po ndodhë, besoj që është tu, e konfirmojnë edhe njerë që jënë prezent, pas letërkëmbimit e tutje, nuk jam pjesë e naj konsulte, naj kafje, rrëth kësaj teme. Jam i befasum me dalimin që e sho, nga letërkëmbimi edhe qka ka i ofrohet sot parlamentit edhe qka posunohet më mëri, so shumë ma shumë. Nuk është një panel, nuk është një dhomë, po janë dhoma. Nuk është në një nivel, po është në gjitha nivellet. është diçka që ka ndryshu shumë. Kush o marrë me këtë temë, në një viti, po shihet trendi, nuk ka shku trendi ka përmërshimi ose ka rujtja e substancës, po ka shku ka një degradimi më i madh. Këtë gjendje e kemi. A kësha ordonani, zotri Kuqi, me gjithat, derisa kemi publikun, mas jo qështë e ka sensitive, por i këthejemi në rrjedhë, ju kësha lutë. Për jetë koreksis, zoti Haradinaj, se nuk ka punë replike, kjo për duhet ta them kështu. Ju keni qenë në opozit, zoti Mustafa në opozit, zoti Kurti në opozit. Prej ditës së parë, çdo dokument që kemi pas, ja kemi shpërndar edhe juve. Prej letërkëmbimit të tuti, unë se kom udhëheq presidenti i Republikës. Besoj që këtu duhet ta kemi një vindarse. Por vitin e kaluar, nuk ka pas dokument që se keni marrë edhe ju nga opozita. Dhe ato me shkrim i kam dërgu, plus për them që i kam edhe unë kopjet. Kur fola më herë që falë, Vërena reagoj, nuk mendova për vetë vendosjen. Unë nuk kam dokument që nuk e dini ju, dhe unë. Unë s'kam, nëse ka dikush tjetër, dhe unë po e them krejt dokumentet që i di unë. Krejt dokumentet i kam shpërnda në grup parlamentar për komision për legislacion. Dokument tjetër s'kam. Kështu është opozita e ka fjallën në fundit. Ordra, zotëri Haradinaj, po kishu mundësi, pas taj visar, po. Në kafe, vla, vazhdoni ju, bisedoni, në pëdalim në kafe. Në minuta futen edhe këto, kur po bisedojmë. Ja ta kemë parasysh, minuta futen. Ordra, zotëri Haradinaj. Faleminderit, zotëri Imeri.
Faleminderit. Dy herë ministri i drejtësisë mashtroi. Pra me një farë metode jashtëzakonisht perfide, kur po thot gjithë, nuk po e bën ndarjen që është realitet, e që ka qenë realitet edhe në të kaluarën. Nuk kam votu të gjithë ministri Kuqi, as nuk jam pajtu të gjithë në momenti kur është diskutu kja. Edhe nuk është se i keni pas konsultimet me të gjitha subjektet në mënyrën e njëjtë. Po kjo është çështje tjetër pastaj. Po për hir të opinionit publik, mos mashtroni, se s'keni nevojë. Po bënë ndarjen e cila ka qenë ndarja atëherë. Që lëvizja dhe vendosje as nuk ka pranu që të diskutohet për këtë punë, e as nuk e ka votu herën e parë letërkëmbimin në Kuvendin e Republikës Kosovës, në cilën e kemi argumentuar pse nuk e votojmë këtë letërkëmbim, duke i pas parasysh edhe këto pastaj rezultatet që erdhën sot që po i diskutojmë sot që do të diskutojmë. Çështja e dytë është që ju e keni negociuar. Ju e keni negociuar këtë çështje, qoftë si pjesë e ekipit teknik, qoftë atë letërkëmbimin në bashkëpunim me presidentin, dhe pastaj edhe i keni sjell amandamentet si qeveri, të sponsorizuara nga qeveria në Kuvendin e Republikës Kosovës, amandamentet kushtetuese, të cilat pritën të votohen në vijim. Dhe pastaj ju i keni bindur ose shantazhuar ose kërcënuar deputetët tuaj që ta votojnë atë. Dhe në këtë mënyrë për ta hequr fajin nga ju për t'ia bërë të Kuvendit. Pra tregojeni të vërtetë ashtu siç ka qenë. Nderuari kryeministri